Përshëndetje miq. Në ditën e sotme do të përgatis një recet me bukë të ndënjur ose me bukë bajate. Këtu kemi një bukë e cila është 400 gram. E kemi bërë në copë të vogla dhe e kemi vendosur në këtë enë këtu. Gjithashtu për këtë recet do të na duhen disa deg me majdanoz dhe kopër, kaçkavall gati 100 gram, 3 kokra vezë, 50 gram me djathë të bardhë, një filxhan çaj me vaj, pak krip edhe speca mund të jenë ose djegse ose speci ëmbël. Gjithashtu do të përdorim gati 250 ml qumësht. Fillimisht në një enë do të vendosim kripën, specat e grimcuara, këtu do të shtojmë djathin, vezët, degët e majdanozit dhe të koprës. Gjithashtu do të shtojmë këtu edhe vajin. Shtojmë dhe gotën me qumësht dhe gjithë këtë masë e përziej mirë që të bashkohen të gjithë përbërësit njëri me tjetrin. Në enën e pjekjes vendosim bukën, të cilën e kemi prerë në pjesë tepër të vogla. Pasi vendosim bukën të gjithë komplet, sipër saj do të fillojmë të shtrojmë të gjithë masën që kemi përgatitur pak më parë. Pasi e kemi përzier mirë, do ta vendosim mbi bukën e ndënjur ose mbi bukën bajate. Dhe pasi vendosim të gjithë masën, e kemi gati për tavën për ta vendosur në furrë. Do ta pjekim në 200 gradë. Për gati 15 minuta, pasi e shtypim që të laget komplet buka nga qumshi dhe vezët, i përziej mirë. Pra e kemi gati për ta pjekur në furrë. Ngrojmë furrën në 200 gradë dhe e pjekim për gati 15 minuta fillimisht. Më pas e nxjerrim përsëri dhe do t'i vendosim djathin kaçkavall sipër. Dhe do ta vendosim edhe për 10 minuta të tjera për të marrë atë ngjyrën e bukur të cilën na jep djathi kaçkavall. I vendosim sipër letër alumini dhe e kemi gati për ta vendosur në furrë. Pasi e kemi nxjerrë nga furra, e mbushim sipërfaqen e tavës me djath kaçkavall dhe do ta vendosim edhe për 10 minuta. Vazhdoj pjekja. Pasi e kemi nxjerrë nga furra, e kemi përfunduar pjekjen plotësisht, do ta lëm të ftohet dhe ta ndajmë në pjesë dhe ta konsumojmë së bashku me familjen. Por kush dëshiron mund ta konsumojë edhe të ngrohtë. Është tepër e shijshme. Ashtu sikurse e bëjmë edhe me makaronat që bëjmë pastiçen, edhe kjo është afërsisht i njëjti gatim.